VMRO-DPMNE përsëri akuzoi liderin e LSDM Zoran Zaev për mitmarrje, duke thënë se i pari i socialdemokratëve duhet të përfundoj para grilave. Dragan Danev thotë se sipas nenit 357 të kodit penal, Zaev duhet të vuajë dënim me burg prej 5 vite për mitmarrje. Më nuk është Branko Crvenkovski për të aboluar për 8 milion eurot për rastin global dhe as Katica Janeva mund të bëj këtë. Krahas provave evidente që i di gjithë publiku. Pra kriminalit e aboluar Zoran Zaev i takon dënimi përgjithshëm prej 9 viteve në rast se shpallet fajtor për 2 veprat për të cilat akuzohet. Reaguan nga LSDM-ja, ata porositës se mbi 612.000 qytetar votuan për ndryshim, drejtësi dhe jetë. Sipas tyre lideri i VMRO-DPMNE-s, Nikola Gruevski dhe udhëheqësia e partisë kanë frikë se do të përfundojnë në burg. Është e kuptueshme friga e Nikola Gruevskit dhe udhëheqësisë së VMRO-DPMNE-s nga dhënia e llogarisë dhe nga burgjet, por për këtë duhet të mendoj secili që ka vjedhur para të qytetarëve. Mas kush për interesa partijake dhe personale nuk do t'i vënë në treg dhe në rrezik jetët e qytetarëve dhe interesat shtetëror të Maqedonisë. Nga VMRO-DPMNE shtoi se drejtësia do të arrijë Zaevin dhe antarët e tjerë të udhëheqësisë së LSDM-s, ndërsa nga LSDM-ja thanë se Maqedonia do të jetë shteti i së drejtës me standard jetësor cilësor.